Në nder të 7 marsit, festës së mësuesit, në Pallatin e Kulturës Bulqiz është organizuar ceremonia e dhënies së titullit qytetar nderi për mësuesen e dalë në pension Nafie Jella. Në këtë aktivitet morën pjesë kryetarja e Bashkisë Festime Mjeshtri, drejtori i Zyrës Arsimore Fatos Muha, drejtues institucionesh, nxënës e ish nxënës të mësuesve Nafies, familjarë të saj dhe të ftuar të tjerë. Aktiviteti u moderua nga gazetarja dhe ish nxënësja e mësuese Nafies, Sonila Musai, e cila pas fjalës prezantuese ftoi të pranishmit që të ndiqnin një dokumentar të shkurtër mbi jetën, veprimtarinë dhe kontributin e mësueses. Më pas e morën fjalën kryetarja e Bashkisë Festime Mjeshtri dhe drejtori i Zyrës Arsimore Fatos Muha, të cilët në emër të tyre dhe institucioneve që drejtojnë, falenderuan pjesëmarrësit dhe uruan Nafien për titullin e marrë. Nderuar bashkëpunëes të zonës Nafie, që jemi mbledhur sot këtu në një moment jo vetëm të rëndësishëm, por edhe emocionues. Sot dua të them dy gjëra shkurtimisht. Së pari, dëshiroj të falenderoj këtë zonjë të nderuar, këtë grua fisnike që ka punuar pa u lodhur për komunitetin e Bulqizës. Ajo ka një kontribut të jashtëzakonshëm në arsim, në mbështetje të talenteve të reja, në shoqërinë civile, në organizimin e një sër konferencash shkencore dhe kudo ku ka pasur nevojë për dorën dhe mendjen e saj të ndritur. Faleminderit për çdo që investon dhe punon për këtë vend dhe për këta njerëz. Faleminderit Zysh Nafia. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar të gjithë ju që merrni pjesë në këtë ditë të shënuar të festës së 7 marsit. Prandaj unë duhet të uroj të gjithë mësuesve anë kënd atleu, kudo ato që janë, gëzuar festën e 7 marsit. Shëndet, mbarësi dhe lumturi paqen gjithmonë në familjet e tyre. Tani duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë Këshillin Bashkiak bashkë me kryetaren e bashkisë për vlerësimin e madh që i kanë bërë mësuesve Nafies, si një ndër mësueset më të mira, si një shembull për të gjithë ne, si një brez i papërstërritshëm të cilët me vërtet kanë edukuar breza të pafund, të cilët neve na përvaqësojnë në të gjithë fushat. Prandaj ne gjithmonë duhet të kujtojmë figurën e mësuesit, se pa mësuesin ne nuk jemi askund. Mësuesja Nafia, për aq sa e njohun, është njëri me të cilën ka vlera të papërsëritura. Është njëri që i ka kushtuar tërë jetën e saj edukimit të brezave. Prandaj, unë duhet të falenderoj dhe të ju uroj mësuesve Nafies shëndet, mbarësi dhe lumturi, jetëgjatësi dhe gjithmonë vetëm mësime pas në familjen e saj. Vetëm mësuar, faleminderit. Në vijim, kryetarja e bashkisë i dhuroi mësuesve Nafies titullin e nderit dhënë nga Bashkia dhe Këshilli Bashkiak, momenti i cili ngjalli mjaft emocione, jo vetëm për të dhe të afërmit e tyre, por për të gjithë të pranishmit e ndodhur në këtë ceremoni. Jepet titulli i qytetarit nderit Bulqizës zonjës Nafie Jella, me motivacionin për kontributin e saj të veçantë në edukimin e brezave të rinj dhe promovimin e vlerave kulturore, Bashkia Bulqiz. Urime dhe suksese Zysh Nafia. Gëzof 7 marse pafund. Me thënë të drejtën, paskën pak emocione, nuk shquam për emocione, por janë emocione të bukura, të mira. Faleminderit zonja kryetare e bashkisë Festime Mjeshtri, faleminderit Këshilli Bashkiak Bulqiz me kryetar zotin Arden Çupi, të cilët bën të mundur vlerësimin e kontributit e punës time. Të flasësh për mësuesin është obligimi shpirtëror, pasi ajo është figura fisnike, edhe gjithë secili nga ne në edukimin dhe mësimin e brezave do të kemi vlerën për të kujtuar rrugën nga kemi ecur. Faleminderit ju ish nxënësit e mi që jeni pranishëm në këtë sallë. Faleminderit mësues që jeni pranishëm. Faleminderit familjes time,
pa të cilën unë nuk do isha kjo që jam sot, edhe gjithë karriera ime e suksesshme në jetë. Ju përulëm me gjithë dashurinë dhe respektin e madh. Faleminderit shoqeve, shokëve, kolegëve, të mi, të gjimnazit Buqis, miqve, të cilët janë të pranishëm në këtë event. Me menjoje, edhe herë i përulëm për respektin që kemi transmituar ndaj meje. Pasi, unë do të mbyllja me një frase. Mësuesi është pasuria më e madhe e shkollës, ndërsa nxënësi është pasuria më e madhe shpirtërore e mësuesit. Gëzuar 7 marsin. Në kaloni bukur, të gëzuar familjet tuaja gjithçka të mirë të bukur. Edhe herë, faleminderit zoja Kristine, faleminderit zoti Fatos për përshëndetjen, për vlerësimin që më bët i mua sot. Mirënjohës të gjithëve. Në këtë aktivitet nuk munguan dhe video urimet e dërguara nga ish kolege e ish nxënës ndër vite të mësueses së dekoruar, por edhe nga pjesëmarrësit në aktivitet si ish mësuesi i nderuar për shumë vite në Buqiz, Emin Gjapi. Kam pasur nderin dhe kënaqësinë të punoj krah për krah me zonjën Nafie, duke ndarë me të jo vetëm detyrat profesionale, por dhe pasionin për arshimin dhe për kushtimin ndaj nxënësve. Ajo nuk ishte thjesht një mësuese letërsie, por një udhë rrëfyese, një inspirim për të rinj që patin fatin të mësojnë prej saj. Për shumë vite zonja Nafie ka qenë më shumë se sa një mësuese. Ai ka qenë një model i dijes për kushtimit dhe dashurisë për librin. Nxënësit e saj e kujtojnë me dashuri dhe respekt, jo vetëm për mësimin që u ka dhënë, por edhe për mbështetjen e saj të pak shtëzuar, për inkurajimin që u ka dhënë kur kanë pasur nevojë dhe për mënyrën se si ka ditur të zgjatë këta pasionin për letërsinë dhe artin e bukur të fjalës së shkruar. Mësimdhënia është një art, është një profesion fisnik i cili kalon për te sferave të teksteve të klasave. Mësuesi është arkitekt të ëndërsh, skulptor intelekti, katalizator i ndryshimeve pozitive. Zysh Nafia, ju keni qenë shembulli më i mirë i përballëmit të sfidave, dëshirës për dije dhe frymëzim për sukses. Në pak fjalë, u mundova ta përmbledh gjithë punën tuaj 4 diagrame. Sa breza keni ndoluar, sa nxënës ishën nxënës kolegë tuaj të donin të ishin sot në pisken. Ju falenderoj një jashtëzakonshëm për këtë projekt të jashtëzakonshëm që realizoi Bashkia Buqis, kryetarja Kristine Ministri, Këshilli Bashkiak që e ka votuar të bëjë. Një titull mos i merituar. Në ka njëri që ka jetuar në këto 4 dekada në Buqis dhe gjimnazin Buqis e identifikon vetëm një njerëz, dhe ai emër është Zysh Nafia jeme. Paqjet të gjatë të vëshënderit. Faleminderit. Në përfundim, për të pranishmit interpretuan me talentin e tyre dhe artistë të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Buqiz.